Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Sot lexojmë pjesë prej librit parë Kronikave, kapitulli 22 deri 29. Leximin e tekstit do ta bëj Platin Rapin nga Varshava në Poloni, kurse katekezen Gasper Marku nga Nënshati. Nga libri I parë I Kronikave, kapitulli 22, rreshta 12 deri në 16. Zoti të dhënë veçmend e urtësi që të mund ta sundosh Izraelin e ta mbash ligjin e Zotit, hyj tënd, sepse vetëm atëherë do të mund të përparosh nëse do të mbash urdhërimet e ligjit që Zoti ja urdhëroi Mojsiut për Izraelin. I fort e vepros si burr, mos u tremb as mos ki frikë. Ja, unë, me kujdesin tim I kam bërë gati ca gjëra për shtëpinë e Zotit. 100.000 talenta ar, 1.000.000 talenta argjent, kurse bronzi e hekuri as që mund të peshohen, sepse aq shumë janë. Ke gjithashtu edhe shumë njerëz të vyer, gdhendës, murator, mjeshtra, drunri dhe të gjithë farë mjeshtrie për të kryer vepra, në lidhje me ar, me argjent, me bronz e me hekur as që dihet të numërohen. Kështu pra, nisja punës e Zoti qoftë me ty. Lexojmë këtë tregim libri I parë I Kronikave 22:12 deri në 16, në të cilin gjejmë këtë urdhër të Davidit dhënë Salomonit djalit të tij, që nuk e gjejmë as të librat e Samuelit as të librat e mbretërve. Davidi ka në plan të ndërtoj tempullin, I ka mbledhur materialet, tregon rreshta 2 deri në 5, dhe I ka treguar Salomonit pse ai personalisht nuk mund ta ndërtojë, rreshta 6 deri në 11. Urdhri që jep, që lexuam, ndodhet në këtë kontekst. Davidi kalon autoritetin e vet tek Salomoni. Salomoni do të ndërtojë tempullin, I flet për këtë aspekt, jo për tema sundimi ose mbretërie. Davidi nuk ka politik në këtë kalim mandati, por sheh gjithçka në aspektin e besnikërisë që populli me në kryemretin duhet ta mbajë ndaj beslidhjes. Ta themi me njëherë, tempulli është I rëndësishëm sepse është vendi I privilegjuar rreth të cilit do të plotësohen kushtet për ruajtjen e beslidhjes. Davidi thekson do ta shohim se mbajtja e beslidhjes është e lidhur ngushtë me mbajtjen e ligjit të Mojsiut dhe së fundi, Davidi mbreti tashmë me përvojë I tregon djalit të vet se kur të bëhet mbret ai do të jetë vegël e Zotit në funksion të ruajtjes së beslidhjes. Fjalët e para që dëgjuam më sipër në hebraisht tingojnë kështu: Rak Adonai jiten lecha sechel uvina. E përkthejmë vetëm Zoti do t'i jap ty dije e urti. Ndoshta në këtë kontekst mund ta përkthejmë më mirë vetëm Zoti të dhash ty dije e urti, ndoshta pra babai I uron dije e urti djalit të vet, dije e urti që vjen prej Zotit. Pjesa rak, do të thonë vetëm, tregon se dijen e urtin vetëm Zoti mund ta jap. Salomoni dijen e urtin do ta marrin prej asaj që thot Zoti dhe askush tjetër. Zoti dhe vetëm Zoti. Kështu duket se po thekson mbreti David. Kështu mbreti kryen rolin sikurse duhet. Tërheq vëmendjen e djalit të vet dhe trashëgimtarit të fronit vetëm te Zoti. Çdo gjë tjetër, pushteti që do të marr, ushtria, administrata, janë ndihma, janë mjete për ta udhëhequr vendin, janë për shërbim, por dijen e urtin e jep vetëm Zoti. Salomoni mund t'i trashëgojë prej Davidit gjërat e nevojshme për udhëheqje, por dija dhe urti ai nuk mund të marrin prej babait, prej Davidit. Dija dhe urtia nuk trashëgohen. Ato përfitohen vetëm prej përvojës me Zotin, merren prej Zotit. Fjala e parë, sahel, përkthehet zakonisht dije, por ka kuptimin e mençurisë, e zgjuarsisë, suksesit të arritur prej aftësive intelektuale. Davidi për shembull sipas librit parë Samuelit kapitulli 18 rreshti 5, ishte maskil, kishte aftësi praktike për të udhëhequr kombin. Bina, nga ana tjetër, fjala urti, sikurse përkthyem ne, mund ta përkthejmë edhe si kuptim, aftësi me shtjellu, aftësi me ditë, me pas njohje të thellë, me shqyrtu, me thellësi, është disi një lloj tjetër mençurie, intelektuale, teorike, është aftësi me analizu, me dallu një gjë prej një tjetre. Për shembull tek fjalët e urta, kapitulli 2, rreshta 3 deri në 5,
Gjejmë këtë citim shumë të famshëm që po lexojmë, është citimi ku tregohet se si Zoti e dhuron frikën e tij. Aty thuhet: nëse patjetër do ta vesh në veprim kuptimin, nëse do ta fitosh maturin, nëse do ta kërkosh por si argjendin, nëse do ta kërkosh por si visarin, veç atëherë do ta kuptosh frikën e Zotit dhe do ta gjesh dijen e hyjit. Sipas librit të Isaias, kapitulli 11, rreshti 2, bina, urtia pra, dija, është dhurat hyjnore e veçantë. Shkruan aty profetit tek rreshta 2 dhe 3, në profetin, do të pushoj shpirti i Zotit, shpirti i urtisë e i dijes, shpirti i këshillave dhe i forcës, shpirti i kuptimit dhe i frikës së Zotit. Kënaqësia e tij do të jetë në frikën e Zotit. S'do të gjykoj sipas pamjes së syve, as do të vendos sipas thashëthemeve, por do të gjykoj me drejtësi skamnort, do të jap gjyq të drejtë përvuajturve të vendit. Me thuprën e fjalëve të veta do ta godas vendin e me frymën e gojës së vet do ta vraste paullin. Urtia pra, thot profeti, do të jetë karakteristika kryesore, karakteristika parësore e mesisë së Izraelit. Davidi pastaj thot Salomonit se do të udhëheqë Izraelin. Fjala është civa. Salomoni do ta urdhëroj Izraelin, do t'i jap urdhra, por folja civa zakonisht i atribuohet Zotit. Salomoni si udhëheqës do të kryej punën e Zotit. Zoti e cakton mbretin, por mbetet prap udhëheqës ai. Mbretëria e vërtet vjen prej Zotit. Zoti është mbreti i vërtet. Kjo çështje nga ana teologjike është në thelbin e teologjisë së kronistit. Të gjithë librat e Biblës janë teocentrik, që do me thënë se në thelb në mësimet e tyre kanë Zotin, i cili është gjithmonë ose në plan të parë ose në sfond të tregimit, por është gjithmonë personazhi kryesor, ai vet. Megjithatë, librat e kronikave theksojnë këtë element të teocentrizmit në mënyrë të veçantë. Zoti është në qendër të gjithë shkaje, sipas autorit të këtij librit. Ai këtë thekson në mënyrë të veçantë dhe me bindje të plotë. Së fundi Davidi e porosit Salomonin mbi ruajtjen e ligjit të Zotit. Torat Adonai Elohecha, ligji i Zotit, ruajtja e beslidhjes, ashtu si për autorin deuteronomistik, edhe për kronistin, është një detyrë që me dojmos duhet të kryhet. Tek rreshti 13, Davidi i jep një këshill Salomonit: Chazak dhe emac, ji i fortë dhe i guximshëm. Kështu ndoshta është më së miri të përkthehet kjo shprehje. Është një shprehje që përmendet shpesh në Bibël, kështu për shembull i thot Zoti Mojsiut për Jozuehun tek ligji për trirë, kapitulli 31, rreshti 7 edhe rreshti 23. I thot edhe Jozuehut tek libri Jozuehut, kapitulli 1, rreshti 6, rreshti 7, rreshti 9, rreshti 18. Pra, Zoti edhe përpara kishte thënë disa herë Chazak dhe emac, ji i fortë dhe i guximshëm. Davidi kështu i thot Salomonit, ashtu sikurse Zoti ka folë me Mojsiun edhe me vet Jozuehun. Sipas kësaj, si Jozuehu e kishte marrë mandatin nga Mojsiu me Chazak dhe emac, ashtu Salomoni merr detyrën prej Davidit, që t'jetë i fortë, që të mos dorëzohet, që të ketë guxim, të ketë besim në vetvete. Mos u trem dhe mos ki frikë. Këto janë faktikisht mesazhet e fundit. Al-tira dhe al-tehat. Ndoshta fjala frikë këtu tregon emocionin themelor që ka njeriu e që e bën të pasigurt dhe të dobët. Fjala tjetër që tregon të frikën këto, khatat, shpreh atë ndjenjë të frikës dhe të dobësisë njerëzore që të hell në dy gjunjë. Është frikë që të nxit të heqësh dorë, që të dobëson përfundimisht. Davidi e di prej përvojës së tij se si mbret do të ketë shumë sfida djali i tij. Ai do të qëndrojë pa u dorëzuar, ai do të jetë i fortë, do të ketë besim në vetvete. Besimi në vetvete është shumë i rëndësishëm, sidomos kur dikush është në pozitë të udhëheqë e të drejtojë tjerët. Tek rreshti 14, Davidi thekson se pa marrë parasysh shqetësimet e pafundme që ka pas, ai i thret në hebraisht vëhineve onji. Onji pra janë këto shqetësimet e tija që si duket Salomoni i di, thekson mbreti se pa marrë parasysh të gjitha këto shqetësime, ai ka grumbulluar 100.000 talenta ari. Ndoshta është numër me hiperbol, sipas disa autorëve është, por bashkë me 1.000.000 talent argjend, bashkë me ar, Zoti ka dhënë bollek, thot se pasuria e tij ishte en maskil ki lërov a haja, pa pesh, ishin shumë. Edhe Salomoni nëse do mund të shtoj, gjithashtu dhe punëtor, gurgdhëndes e tjerë, thot rreshti 16 ka dhe ar, argjend, bronz, hekur, ka boll.
Pra, nuk duhet të shtoj pasuri, sepse ka mjaft, ka en mispar, nuk ka numër pasuria. Pra, nëse do Salomoni mund të shtoj, faktikisht nevoj nuk ka, si të qoftë nuk është çështja krejt tek pasuria, sikur se kuptohet. Zoti, gana materiale, do të siguroj gjithçka që të ndërtohet tempulli. Tani Salomoni ka vetëm një detyrë: kum va ase, çou dhe puno. Dhe së dyti, Adonai imcha, Zoti do të jetë me ty. Salomoni nuk duhet të friksohet prej mungesës, prej gjërave materiale. Do të hidhet në punë, do të ndërtoj tempullin. Zoti me provanin e tij do t'i ofrojë gjithçka. Disa konkluzione teologjike t'i japin për këto rreshta. Së pari, suksesi kryesor është besimi në Zotin, mbajtja e ligjit, besnikëria ndaj beslidhjes. Shpeshherë duhet ta kujtojmë se mrekullia më e madhe që Zoti ka bërë me ne është në fakt se ne kemi fe në të, se besojmë në të. Nga kjo varen edhe sukseset tjera. Të gjitha sukseset në fakt janë në funksion të besnikërisë ndaj beslidhjes. Nuk konsiderohet sukses pasurimi, por plotësimi i kushteve të bashkimit me Zotin, ndërtimi i tempullit dhe arritja e këtij qëllimi jetësor. Së dyti, Adonai imcha, Zoti është me ty, krijon një teologji të pranisë hyjnore. Prania e Zotit, provania e tij është baza të gjitha veprimeve njerëzore. Insistimi në këtë pikë është mësimi veçantë i autorit të librit të Kronikave. Do ta shohim se si edhe profetët e theksojnë këtë element, por edhe ungjejt. Jezusi sipas ungjillit të Lukës është Emanueli, Zoti me ne. Në Jezu Krishtin hyj e vendos tendën e vet përgjithmonë në mesin tonë, në Jezusin ai do të jetë i pranishëm në mesin e njerëzve. Kështu mësojnë për shembull prej Shën Palit ose prej autorit të letrës së Hebrejve. Zoti është me ne, ai nuk na hjek dorët asnjëherë. Nga libri i parë i Kronikave, kapitulli 28, rreshtat 4 deri në 10. Për mbar shtëpisë sime, Zoti, hyi Izraelit, më zgjodhi mua të jem mbret mbi Izraelin përgjithmonë. Juden e zgjodhi për derë të parë, kurse për shtëpisë së Judës, shtëpinë e tim Eti e prej bijve të babait tim, atij i pëlqeu të më zgjedh mua për mbret mbi mbar Izraelin. Po ashtu edhe prej bijve të mi, e Zoti më fali fëmijë shumë, Zoti e zgjodhi Salomonin tim bir për të ndenjur mbi front të mbretërisë së Zotit mbi Izraelin, sepse Zoti më tha: Salomoni, yt bir, do të më ndërtoj shtëpinë dhe tremet e mia, sepse ata e kam zgjedhur për birin tim dhe unë do t'i jem atij bab. Mbretërinë e tij do ta bëj të qëndrueshme deri në amshim, në qoftë se do vazhdoj të kryej urdhërimet e mia dhe ligjet siç po vepron sot. E tani, para mbar Izraelit, bashkësisë së Zotit, ku puna dëgjon hyj ynë, ruani shqyrtoni holl të gjitha urdhërimet e Zotit, hyjt tuaj, që ta këzoni këtë tokë të mirë, e t'u alini fëmijëve tuaj trashëgim pas jush, brez pas brezi, deri në amshim. Kurse ti, o biri im, Salomon, njihe hyn e babait tënd, e shërbeje me zemër të përsosur e me shpirt të gatshëm, sepse Zoti i shqyrton zemrat e të gjithëve dhe e di të gjitha mendimet e mendjeve. Nëse do ta kërkosh, ai do ta gjesh. Nëse do ta lesh, ai do të përbuz e do të flak për amshim. Kuptoje pra, tani se Zoti të ka zgjedhur që ta ndërtosh shtëpinë e shenjtores, merr guxim e kryeje. Teksti që sapo lexuam është pjesë e asamblesë së madhe të Jerusalemit, që lexojmë te kapitulli 28 edhe 29 të librit i parë i Kronikave. Është pjesë prej fjalimit që bën Davidi para Solomonit, por edhe para vdekjes së tij. Tek libri i parë i Kronikave, kapitulli 28, rreshtat 1 deri në 3, tregohet se Davidi ka shpjeguar arsyeën pse ai vet nuk mund ta ndërtojë tempullin. Thotë se ishte njeri i gjakut. Hollësirat mund t'i lexoni ju në tekst, por po e shpjegojmë në thelb domethënien e insistimit të tij se ishte njeri i gjaku dhe se për këtë arsye mund ta ndërtonte tempullin. Kjo do të thonë se gjatë karrierës së vet kishte bërë shumë luftra dhe për pasojë kishte vrarë armiq. Prandaj nuk ishte i përshtatshëm për të ndërtuar tempullin me ato duar të përgjakura. Jo se luftat e tija nuk ishin të justifikuara, por me ato duar nuk mund të bënte për Zotin një vepër kaq të madhe. Por misionin po ja linte djalit të tij, trashëgimtarit të ligjshëm, si të shtëpisë së vet, si të fronit mbretëror. Kalimi i pushtetit te Salomoni pra është shumë i rregullt.
E para gjë që thot është se e ka zgjedhur Zoti, hyji i Izraelit, Salomonin. Sikurse ai vetë është i zgjedhur, edhe populli i Izraelit është i zgjedhur, është Zoti ai që zgjedh përfaqësuesit e vet. Ai zgjedh ata që do vet. Kjo zgjedhje e Davidit është e amshueshme, olam në hebraisht. Mbretëria davidike nuk është mbretëri kalimtare. Këtë element e kemi parë edhe tek libri 2 i Samuelit, kapitulli 7 rreshti 16, por edhe në raste tjera, tek këto tekste të librit parë dhe 2 të Samuelit edhe librit parë e 2 të Kronikave, gjejmë esencën teologjike të tregimeve mesianike. Mesia i zgjedhur i Izraelit është Mesi për amshim. Hapet pra këtu horizonti eskatologjik i shpëtimit të amshueshëm, që për ne të krishterët mishrohet në Jezu Krishtin si person dhe në misionin e tij, jetëdhënës, gjë që në thelb, sikurse e dim dhe kemi përsëritur disa herë dhe do ta përsërisim edhe shumë herë tjera, aktualizohet me mishërimin e tij dhe me misterin e mundimeve, vdekjes dhe të ringjalljes së Jezu Krishtit. Kë ka zgjedhur Zoti. Davidi thot se të parin ka zgjedhur Juden, ai është pris, Nagid në hebraisht, trashëgimtari i fisit të Jakobit, i pari ndër fiset e Izraelit. Është prisi Juda që e ka zgjedhur vetë Zoti. Për këtë arsye, thot mreti, Zoti e ka zgjedhur sepse është prej fisit të Judës. Për këtë arsye Zoti ka zgjedhur Davidin, sepse prej fisit të Judës do të vijë Mesia. Davidi nuk u zgjedh sepse ka merita, ai u zgjedh sepse i pëlqeu Zotit ta zgjedh, sepse kështu Zoti vet ka vendosur. Te kreshti 5 Davidi thot se i ka dhënë shumë bij, prej tyre Zoti ka zgjedh Salomonin. Kështu Davidi shprehet para popullit dhe para Salomonit se Salomoni është i zgjedhur i Zotit, i privilegjuari. Ashtu sikurse Zoti e ka zgjedhur atë, Zoti kishte mundur të zgjidhte cilin do prej djemve të tij që kishte shumë. Është Zoti ai që Bahar Shlomo vëni, ai zgjodhi Salomonin birin tim. Përdoret pra fjala Bahar, e njëjta që përdoret për zgjedhjen e Davidit, ose të fisit të Judës, ose të vetë Judës. Sipas kronistit, zgjedhja e Zotit është në esencën e shpëtimit të popullit. Kështu pra, sipas Davidit, Zoti i ka thënë, Shlomo vinha hu yivne veti. Salomoni, djali yt, ai do të ndërtoj shtëpinë time. Salomoni, asnjë tjetër, hu, ai. Pra, këtu shtohet një element i veçantë të shumë karakteristik që vjen prej autorit të librave të kronikave. Premton Zoti se për Salomonin do të jetë si At, vë ani ehje lo lë av, unë do të jem për te si At. Është interesant ky shënim në kontekstin e bisedës së Davidit, ai është duke vdekur, por Salomoni nuk do të mes pa babë. Kjo gjë sipas rreshtit 7 vërteton se Zoti do ta ruajë për amshim mbretërinë e Salomonit. Davidi mund të vdesë në paqe, sepse e di se mbretërinë e tij e merr në dorë në mënyrë të rregullt i biri, por përveç kësaj pa marrë parasysh kush do ta marrë mbretërinë pas Salomonit, ajo mbretëri do të jetë e amshueshme. Kushti kryesor veç është besnikëria ndaj beslidhjes. E gjejmë edhe këtu këtë temë, është esenciale për kronistin. Nuk mund të pretendohet që Zoti të mbështesë popullin nëse populli nuk i rri besnik beslidhjes. Tek rreshti 8 Davidi jep 2 urdhra krejt bashkësisë së Izraelit dhe djalit të vet të pranishëm. Shimru vë dirshu kol mitzvot Adonai Elohechem. Mbajeni dhe kërkojeni të gjitha urdhrimet e Zotit tuaj. Do t'i komentojmë shkurtimisht edhe këto 2 folje. Shimru vjen prej foljes shamar, që do me thonë me u bind, me mbajt urdhrimet, por me u bind në mënyrë konkrete dhe të dukshme, mos me shkel asnjë urdhrim. Me ken pra besnik me shumë disiplin, kurse folja darash, vë dirshu në hebraisht si kurse gjejmë në tekst, do me thonë se Izraeli do të kërkoj aktivisht vullnetin e Zotit. Vullneti i Zotit nuk zbulohet thjesht në besnikrinë e beslidhjes, nëse për besnikri këtu ne kuptojmë që beslidhja të mos shkelet. Vullneti i Zotit duhet të kërkohet përdit në jetën e përditshme, duhet të zbulohet në ngjarjet që ndodhin përdit dhe në vendimet që njeriu thirret të marrë dita ditës. Tek rreshti 9 Davidi drejtohet Salomonit me këto fjalë prekse që tingëllojnë si amanete, kurse ti o biri im Salomon, njihe hyjin e babait tënd dhe shërbej me zemër të përsosur me shpirt të gatshëm, sepse Zoti i shqyrton zemrat e të gjithëve dhe i di të gjitha mendimet e mendjeve. Nëse do ta kërkosh, ai do të lejojë ta gjesh. Nëse do ta lësh atë, ai do të përbuz e do të flak për amshim.
Derisa Solomoni shërben hyjit, ai do ta kujtoj babën e vet. Tingëllon sikur ta porosis të lutet për të, por porosia ka kuptim meteologjik se kështu emotiv. Solomoni do t'i shërbej Zotit ashtu si ka shërbyer baba i tij. Ka dy karakteristika shërbimi Zotit. Lev, shalem, zakonisht përkthehet me zemër të plot, nëse shikohet të përkthehet fjalë për fjalë, por në fakt kuptimi është se Solomoni do t'i shërbej Zotit me gjithë zemër, me zemër të sinqertë. Dhe e dyta, nefesh khafeca, me shpirt të kënaqur. Shërbimi pra duhet të bëhet me dëshirë, me gëzim, jo me dhunë, jo me zori, jo me pritesë, jo me demeli, sikur se thot Psalmi 49, dëshira ime kryesore është të bëj vullnetin e Zotit. Edhe te ky psalm përdoret folja khefec, që do të thonë kënaqësi. E gjitha kjo ka një peshë edhe teologjike dhe shpirtërore, sepse Zoti kupton çdo plan e çdo mendim. Edhe këtu gjejmë raste kur thuhet qartësisht se Zoti i njeh mendimet e zemrës së njeriu, siç kemi thënë edhe shumë herë tjera, duke lexuar autorin deuteronomistik. Së fundi, Davidi është i bindur, nëse ti e kërkon Zotin, Zoti do të të gjejë ty. Zoti është i gatshëm për ta gjetur, kjo po, por askush nuk mund ta gjejë Zotin në mënyrë automatike. Zoti njeriu e gjen sepse është Zoti i pari që e gjen njeriu. Së fundi, Davidi e forcon edhe një herë djalin, bëhu i fort dhe puno. Khazak va ase. Tani për Salomonin është koha e shërbimit, nuk mjaftojnë fjalët, as premtimet, të gjitha duhet ndështrohen në vepra konkrete. Besnikëria ndaj Zotit duhet të vrehet në punët e mira e në sukseset që njeriu ka për lavdinë e Zotit, që e njeh zemrën e secilit. Nga libri i parë i Kronikave, kapitulli 29, rreshtat 10 deri në 13. Pastaj Davidi e bekoi Zotin para mbar bashkësisë dhe i tha: I bekuar je, o Zot, hyj Izraelit, atit ton, për amshimit e në amshim. Ty, o Zot, të përket madhëria, pushtetit, lavdia, shkelqimi dhe lartmadhëria, sepse gjithçka në qiell dhe në tokë janë të tuat. Ty, o Zot, të përket mbretëria, ti lartësohesh si kokën përmbi çdo gjë. Prej teje vjen pasuria dhe lavdia. Ti zotëron me gjithçka. Në dorën tënde fuqia dhe pushteti. Ti mund të bësh gjithçka të madhërishme, të qëndrueshme. Prandaj, o hyjën, po të madhërojmë e po të lavdërojmë emrin tënd të madhërishëm. Këto rreshta që lexuam as nuk kanë nevojë për shumë komente, kanë më shumë elemente emotive, elemente shpirtërore, tregojnë lutjen e mbretit para vdekjes. E para gjë, këtu Davidi e bekon Zotin. Bekimi i Zotit në Bibël shpesh ka domethënie të falënderimit, ne kur themi po të bekoj o Zot, ndër tjera themi edhe të falenderoj o Zot. Në fundin e jetës së tij Davidi tregohet i kënaqur, falënderues. Davidi edhe lavdron Zotin, përdoret këtu folja Hallel, prej nga vjen edhe kënga Haleluja, shprehja që është rregullt edhe në liturgji Haleluja, që këndojmë edhe në mesh, por që gjejmë edhe ndër psalme shumë shpesh. Lavdrimi i Zotit me këtë fjalë ka shumë kuptime, pra, është mënyrë të jepet lavdi i Zotit të madh e të gjithë pushtetshëm, por është njëkohësisht edhe një formë për ta falendëruar atë. Bën përshtypje se si Davidi në pleqëri falenderon Zotin në emrin e popullit, e quan Zotin Avinu, ati ynë. Ky bekim i takon atij që jeton me olam dhe ad olam, prej amshimit e në amshim. Zoti është i amshueshëm. Në këtë edhe themelohet mesianizmi mbretëror. Mbretëria e Davidit është amshueshme sepse Zoti është i amshueshëm. Rreshtat tjerë, një për një, lavdrojnë Zotin me epitete. Është i fortë, i lavdishëm, i shkëlqyeshëm, ai është mbi të gjitha, e gjithçka është e tija. Pasuria, nderi, sundimi, forca, gjithçka që mund të mendohet është në dorën e fortë të Zotit. Zoti është i denj për çdo falënderim. Së pari, atributet e Zotit që lexojmë këto, epitetet siç i quajtur sipër, janë pjesë e liturgjisë hebraike, por edhe të tonës. Edhe ne në liturgjinë e krishtere përmendim shpesh doksologjinë ty të përket mbretëria, deri dhe pushtetin e amshim. Davidi e mbyll jetën duke i dhënë lavdi Zotit. Ai nuk lëvdohet për arritjet, edhe pse ishin të shumta, por të gjitha ja beson Zotit duke i dhënë lavdi. Së fundi, e gjithë bashkësia e izraelitëve thirret të marrë pjesë në këtë liturgji të falënderimit që po bën Davidi para vdekjes.
Në liturgji, dhe do ta themi edhe shumë herë tjera, të gjithë janë njësoj, të gjithë jemi njësoj. Liturgjin zakonisht e udhëheq një person, për shembull në këtë rast mbreti, në raste tjera leviti ose prifti në mesh, por ajo që bën një person vlen për të gjithë, dhe të gjithë marrin pjesë aktive në të njëjtën vepër të lavdërimit të Zotit. Të gjithë së bashku në këtë kuptim kënojmë Haleluja. Këtë kuptim ka dhe ftesa që prifti bën gjatë meshës, kur thot lutuni që flia ime dhe e juaja të dalë e pëlqyeshme para hyjit Atit të gjithë pushtetshëm. Librat e kronikave kemi thënë lexohen rrallë, por ja vlen të lexohen sidomos për arsye të këtyre dimensioneve teologjiko-shpirtërore që kanë. Zoti është në qendër të gjitha gjërave të jetës, të arritjeve të krejt suksesit të mundur njerëzor. Do të shohim se këto elemente i gjejmë edhe tek libri 2 i kronikave, që do të fillojmë të lexojmë herën tjetër tek Lexo Biblen me ne. Libri i parë i kronikave, kapitulli 22 deri 29. Në librin e parë të kronikave shikojmë disa aspekte të rëndësishme teologjike. Rëndësinë që ka njeriu në planin e Zotit, në misionin e tij për ta ndërtuar mbretërinë e hyrë mbi tokë. Mojsiu dhe Davidi mbret janë padyshim dy figura të rëndësishme në Shkrimin e Shenjtë. Askush më shumë se këto dy persona në beslirën e vjetër nuk ndën një kontribut kaq të madh në historinë e shërbimit si sa Mojsiu dhe Davidi, pavarësisht dobësive të tyre njerëzore. Në fakt nuk është momenti të flasim për Mojsiun, por për Davidin dhe pasardhësit e tij. Por dua të bëj një paralelizëm sepse janë të ngjashëm nga ana teologjike. Por Mojsiu në një farë mase është përfaqësuesi i beslidhjes së vjetër. Ai mori nga Zoti në malin Sinai ligjet dhe rregullore për popullin e Izraelit, që shoqëruan këtë popull deri në beslidhjen e re, deri te Krishti. Kurse Davidi dhe pse jeton në kohë afërsisht 1000 vjet para Krishtit, është një mënyrë premtuesi i beslidhjes së re. Zoti premton Davidit në pasardhës Krishtin. Jeremia 23. Njëri i premtohet ligji, beslidhja e vjetër, dhe tjetrit i premtohet Mesia, beslidhja e re. Të dy këto persona të rëndësishëm biblik kanë të njëjtin mision, nga beslidhja në beslidhje, dhe kanë të njëjtin përfundim në mbarimin e jetës së tyre mbi tokë. Mojsiu nuk do të hyjë në tokën e premtuar, por kështu edhe Davidi nuk mund ta ndërtojë tempullin e hyjit për shkakun e mëkateve. Zoti ju ndërpret këtë mision. Ju do të pushoni meritrit tuaj. Në këtë kontekst, kjo që Zoti thot Davidit duket si një ndëshkim, dënim, por kështu ka ndodhur edhe me Mojsiun. Çdo njeri pasi ta ketë kaluar shumë vështirësi në jetën e tij, duke shërbyer Zotit dhe popullin e Izraelit, ka dëshirë për ta shijuar premtimin që Zoti ju ka bërë. Por në këtë rast, nuk do të hyjë në tokën e premtuar dhe Davidi nuk do të ndërtojë një shtëpi për Zotin. Për shumicën e kishës dhe tradita katolike, këtë e shohin si një shpërblim, një përkujdesje që Zoti ju bën miqve të vet. Po shohni metrit e tu. Në librin e ligjit të përtrir, kapitulli 34, rreshti 5 deri në 6, për Mojsiun thotë se varroste luginën e Moabit, pranë etërve të tyre, por varri i tij nuk po gjend askush. A mos u ngjit në qiell Mojsiu sikur Elia? Këtë nuk e di, nuk e thot Shkrimi i Shenjtë, por një gjë e di, se varri i tij nuk është sikurse i varri i profetëve të tjerë. Ku po shon njeriu përveç se në Zotin? Në mbretërinë e tij, aq më shumë këto dy gjigantat e fesë. Çdo vepër të mirë hyj është problem në jetën e pasosur. Zoti do miqtë të vet, nuk i braktis. Davidi kishte një mision të rëndësishëm, por gjithsesi çdo mision dhe vepër njerëzore, sikur ka një fillim, ka edhe një fund. Davidi e pranon kufirin e thirrjes së vet. Njeriu në çfarëdo detyre që ka dhe çfarëdo roli, misioni i tij është për të shpallur mbretërinë e hyjit, por në mënyrë të kufizuar. Njeriu nuk është i përjetshëm është vetëm Zoti. Ne mbellim dhe dikush tjetër do të korrijë. Kështu edhe Davidi e pranon me provëtëri vullnetin e Zotit dhe i biri Solomoni do ta ndërtojë shtëpinë për Zotin, tempullin. Çdo vepër të mirë e bën Zoti nëpërmjet njeriu vullnet mirë,
Edhe kështu njeriu do t'i bjendet atij, edhe kur e përfundon një ditë detyrën e tij, sikur si Davidi dhe Mojsiu. Figura e Davidit është shkëlqyer jo vetëm si mbret, por edhe si prind, si baba, si njeri i lutjes. Davidi është i vetëdijshëm se ditët e tij mbi tokë po jo vjen fundi. Por ai nuk është shumë i shqetësuar për këtë, por ai është i shqetësuar për të birin Solomonin. Djali i tij është shumë i vogël në moshë dhe detyrat e tija janë shumë të mëdha. Davidi kujdeset në detaje për t'i siguruar të birit një të ardhme të sigurt. T'ia ndërtoj shtëpinë e Zotit dhe të mos turprohet përpara popullit të tij. Ai siguron djalit të tij shumë të mëdha materiale bazike, si arë, argjend, bakër e lëndë drusore, e shumë materiale të tjera ndërtimi. Organizon shumë mjeshtra drure dhe metali që të jenë të gatshëm për këtë punë kur të fillojë ndërtimi. Davidi kujdeset edhe për Solomonin, sepse është i njohur, pra është i ri e i papërvojë. Ai thërret ubartarët dhe kujdestarët e tij dhe u thotë që të kujdesin për djalin. Edhe pse ka franin mbretëror, është akoma i vogël dhe qëndroni afër dhe ndihmojeni. Në kapitullin 22 rreshti 12 lexojmë lutjen e Davidit. Kujdesi i Davidit për Solomonin është edhe një marrëdhënie e tij me hyjin. Lutjet për të i kërkon Zotit urtësi për të shikimtarin e tij, jo vetëm për të mirën e tij personale, por për të mirën e popullit të Izraelit, për të mirën kolektive. Mos i harro ligjit e Zotit, jeto gjithmonë në praninë e Zotit. Edhe pse Zoti e plotson lutjen dhe dëshirën, Solomoni, edhe pse ishte njeri i mirë, i urtë në të gjithë tokën, sepse Zoti ia dha urtësi. Në pleqëri ai mëkaton kundra Zotit, bën idhujtari. Këtë do ta shohim më vonë në katekeset e tjera. Me këtë kuptojmë shumë mirë se nuk ka njeri në këtë kupë të qiellit që nuk mëkaton. Duhet të jemi të vetëdijshëm se jemi mëkatar, por mëkatar të dashur dhe të falur. Në sajt e dashurisë së Krishtit që flej jetën për ne në kryq. Në këtë aspekt kemi një mesazh të qartë dhe ne si prindër duhet të jemi si Davidi. Prindi nuk duhet të mendojë për fëmijët e tij vetëm për gjërat materiale të konsumizmit, por duhet të jemi në kujdes se duhet të brezat tanë të trashëgohet edhe fjala gjatë e shpresës. Feja e kishës që kemi marrë në pagzim do të jetë gjithmonë në rritje nëpërmjet lutjes në familje. Në familje duhet me u lutë së bashku. Duhet të drejtohen jeta fëmijëve ka Zoti, sikur se ka bërë Davidi. Zoti duhet të jetë kryetëfjalën e familje, kurse të tjerat Zoti t'i jep si shtesë. Prindi nuk është thjesht një kujdestar, por është një misionar. Prindi ka një mision të rëndësishëm. Familja duhet të jetë një kishë e vogël. Në familje fillon misioni i prindit për të mbellë mbretërinë e hyjit. Aty është piknisja. Prindi është katekisti dhe meshtari i parë për fëmijën e tij. Unë jam rruga e vërteta dhe jeta, thot Zoti. Rrugët e tjera të shpihen në humbjen e vdekjes. Ndiqe Zotin hyjin tënd, atëherë do ta kesh jetën në plotësi. Tempulli. Kush është tempulli? Tempulli i famshëm i Izraelit u ndërtua rreth shekullit të 10 para Krishtit. U ideuan nga Davidi mbret dhe u ndërtua nga Solomoni mbreti i Izraelit. Kjo është një ndërtesë madhështore e zbukuruar me arë dhe gurë të çmueshëm. Tempulli ishte ndërtuar me mjeshtri dhe me një kuptim të thellë shpirtëror. Ai kishte disa treme dhe në brendësi ishte pjesa kryesore e tempullit, shejtërorja e shejtërores. Aty banonte arka beslidhjes ku ishin ligjet dhe rregulloret e Zotit. Aty ishte prania e Zotit. Deri në këtë kohë nuk u ndërtua një kult kaq madhështor në ndër të Zotit se sa ky tempull. Fama e tij vazhdon edhe sot në ditët tona, edhe pse shumë objekte të tjera kulti janë ndërtuar në emër të Zotit. Por ky ka një rëndësi të veçantë, jo shumë nga ana arkitektonike, se sa nga ana teologjike. Tempulli është banesa ku banon Zoti, ku takohet Zoti dhe ku adhurohet Zoti. Por tempulli i vërtet nuk është një ndërtesë ndërtuar me mure dhe gur, por nga gurët e gjallë që është zemra dhe shpirti i njeriu. Aty banon Zoti. Prandaj jemi të ngjashëm me hyjin, se në zemrën e njeriu Zoti ka vendosur banesën e vet. Ne jemi tempulli i Zotit. Prandaj zemra jonë do të jetë gjithmonë e gatshme për Zotin. Zoti gjithmonë e kërkon njeriu.
zemra e tij nuk do të jetë mbushur me kocit dhe prokopimet e kësaj jete toksore, por në qendër të saj të jetë vetë hyj. Ky është tempulli i vërtet. Tempulli i Jeruzalemit është një shëmbëlles i kishës së hyrë mbi tokë. Kisha në të vërtet ka vjen nga froni i kryqit dhe nga zemra shpëruar e Jezusit. Ky tempull i vërtet që është zemra e shenjtë e Jezusit, ka rilin një tempull të shenjtë që nuk është vetëm në Jeruzalem, por e përhapur në të gjithë botën, kisha. Një kishë e shenjtë ndërtuar nga guret e gjallë të çdo të pagëzuari. Davidi organizon fisin e Levit për një angazhim në tempull ku secili të ketë një detyrë të shërbejë që lutja dhe flia të jenë sa më të përsosura. Dikush do të merret me elteret, dikush me enet e shenjta, dikush me përgatit flit, do të tjerë për t'i këndruar Zotit me cimbale, e kështu me radhë. Në këtë mënyrë që lutja që i drejtohet hyj të jetë sa më e pëlqyer dhe e frutshme. Edhe kisha katolike është një kishë e vetme në mbar botën, katolike dhe apostolike, e ndërtuar mbi themelin që janë apostujt, ku guri i këndit është Krishti Mesia. Kreu i saj është Papa. Ai është në përgjithësimin e tempullit të Izraelit, shtetërori e shtetërorës që është tabernakulli ku qëndron Jezusi i gjallë në Eukaristi. Elteri ku flijohet për çdo mish, flija shet Jezusi. Nga duart e meshtarit dhe tremja që është asambleja, populli i Zotit. Po kështu edhe në kishë katolike e secili besimtar i pagëzuar, duke filluar te kreu që është Papa e deri te besimtari më i thjeshtë, ka një rol dhe detyrë në kishë. Detyra e secilit besimtar është të shpallur gjillën e hyjit, me jetën dhe veprat e tija duke bërë të mirën. Apostulli na jep një realitet të qartë për kishën. Te letra e parë e Korintasve, kapitulli 12, lexojmë: secili shpirti i shenjtë i jep njërit fjalën e urtisë, kurse një tjetrit i jep fjalën e dijes. Po njëti shpirti i shenjtë një tjetrit i jep fenë. Një tjetrit prap i njëjti shpirt shenjtë i jep dhuratën e shërimeve. Një tjetri pushtetet për të bërë mrekulli, një tjetri profecinë, një tjetri aftësinë të dallojë shpirtrat, një tjetri zotësinë e gjuhëve të ndryshme, një tjetri shtellimin e gjuhëve e tjerë. A nuk është ky tempulli i vërtetë i hyjit? A nuk është ky me të vërtetë trupi mistik i Krishtit? Shpirti i shenjtë vepron në kishë dhe në tempull dhe ripërtrin fytyrën e tokës. Lutja Davidit. Davidi ishte vetëdijshëm se ishte afër fundit të jetës së tij. Pasi organizoi deri në detaje punët për ndërtimin e tempullit dhe shpalli mbret Solomonin, ai nuk u mbajt pas pushtetit, por adresoi atë me përvojtëri dhe ju kushtua Zotit në lutje. Davidi ishte njeri i lutjes dhe kishte një marrëdhënie të mirë me hyjin. Në kapitull 29 Davidi drejtohet Zotit me lutjen e falënderimit. Ty o Zot të përket madhëria pushteti, largia, shkëlqimi dhe lart madhëria, sepse gjithçka në qiellin në tokë janë të tua. Ty o Zot të përket mbretëria, ti lartësor si kryet mbi çdo gjë. Njeriu i hyjit me lutjen e tij vendosi gjithçka në dorën e Zotit. Çdo pushtet, çdo mbretëri, çfarë do suksesi, Davidi ja kushton Zotit. Ai nuk e mban asnjë merit për vete, por vujtrohet në mënyrë që hyj ta lartësojë. Ai e din shumë mirë se gjithçka vjen prej Zotit. Ai thotë, për veten e tij dhe krejt popullin e Izraelit, se jemi rroca, ti o Zot na bëre popull. Lutja ushqen fenë, feja rrit përvojtërinë. Përvojtëria të bashkon me hyjin dhe rruga pa rrezet atëherë është e hapur. Shënpalën e letrën drejtuar hebrejve na kujton. Fjala e hyjit është e gjallë dhe vepruese, është mesh i pret se çdo shpatë dyteshe. Kjo pjesë e shkrimit shenjtë që na tregon mbi historinë dhe fenë e Davidit, besoj se çdo njeri i krishterë gjen në këtë kapitull një mesazh që mund ta zgjojë ose ta ngacmojë në gjegjen e çdo personi në lidhje me fenë e tij. Si janë marrëdhëniet e mia me lutjen? A kam një vedije se lutja e ushqen fenë time dhe marrëdhënia ime me Zotin bëhet më e fortë? Po kur një i afërmi imi është në fill të vdekjes, a kujdesem për shpirtin e tij për ta drejtuar te Zoti? Mbreti David ishte shumë në kujdes që marrëdhënia e tij me Zotin të jetë gjithherë frytshme edhe në momentet e fundit të jetës së tij. Të dashur dëgjues,
dua të tregoj një ngjarje të vërtetë. Një personeri në moshë kishte një sëmundje të pashërueshme. Ishte në shtratin e vdekjes. Ai shkonte në kishë, por nuk i merrte sakramentet e shenjta, përveç sakramenteve fillestare që kishte marrë në fëmijëri. Të gjithë familja e tij ishin njerëz të lutjes, por ky lutej shumë pak. Prindërit dhe bashkëshortja çdo ditë i përgjërëheshin që të rrethehej, por ai nuk pranonte. Mbas shumë lutjesh dhe përgjërimi, ajo bind dhe kërkuan priftin. Prifti ishte në dieni të kësaj pune. Ai për një herë sa lajmëruan, shkoi te Simoni. Ai pasi u rrëfye, mori dhe tungimin e shenjtë dhe sakramentin e vajimit. Jo vetëm i sëmur në trup, por edhe më shumë në shpirt. Sëmundja e shpirtit është shumë e rëndë se sëmundja e trupit, se ndal njeriu nga dashuria e Zotit për gjithmonë. Por në këtë rast Simoni u shërua në shpirt për sakramenteve të shenjta, nga duart e mështarit që është shërbëtori i Zotit dhe me kamësi i Krishtit. Ky person i bekuar pas pak ditëve, kaloi nga kjo jetë toksore, i forcuar me shojtin qellore, dhe shpirti i tij, i përgatitur për mbretërinë e hyjit, shpresoi se u ngjit në qiell. Kjo është detyra jonë, ky është misioni ynë, t'u shpallim të vegjël në mbretërinë e qiellit. Njeriu nuk jeton gjithmonë në këtë jetë, ne do të kalojmë për kësaj jete, nuk e trashëgojmë tokën. Zoti na ka krijuar që të jetojmë në amshëm në jetën e pasosur, por në saj të fesë. Pse tregove këtë ngjarje? Njeriu duhet të jetë në kujdes, jo vetëm për trupin, por më shumë për shpirtin. Kjo vjen në ndihmë njerëzve të afërt në momentin e fundit të jetës për t'i përgatitur shpirtin e tyre në takim me Zotin. Lutja në këtë moment e vlen më shumë për shpirtin e tij, për të hequr pengesat në rrugën që është nisë për parrisë, të sëmurit që është në fill të vdekjes. Në takimin e ardhshëm lexo Biblën me ne, do të fillojmë leximin e librit të 2 të Kronikave, do të lexojmë 3 pjesë prej 27 kapitujve të parë. Mos u habitni se shka përcej 27 kapituj, sepse vetë fizionomia e librit të Kronikave është e tillë. Disa gjëra tashmë e kemi lexuar, disa pjesë tjera janë gjenealogji që as nuk ja vlen të shikohen aq e shumë. Pra, nëse doni mund t'ja hillni një sy këtyre pjesëve prej librit të 2 të Kronikave. Me siguri pakush e ka lexuar librin e 2 të Kronikave, sikurse edhe të parin me qira fjala, është një rast i mirë. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj për sot. Zoti ju bekoftë të gjithëve.